Ndalemi pak të anëtarësimi i Kosovës, sa gjasa ka të vendos shumica sot? Dita sot me Sorella duhet të ishte një moment celebrimi në Kosovë, por si që keni parlami fatkeqësisht një tjetër grua është vrarë sot në Pej në orët e mëngjesit dhe është vrasja e dytë brenda 4 ditësh që e ka mbërruar le të themi krejtësisht disponimin e asaj që do duhet të ishte një ditë historike për Kosovën në Këshillin e Evropës. Ka pasur reagime të shumta natyrisht nga presidenti Osmani dhe të tjerë. Por gjithsesi në Strasburg ka entuziazëm për shkak se është kaluar edhe sot mëngjes edhe një tjetër fazë e rëndësishme i ka vlerësuar Komiteti për Demokraci dhe Politika amandamentet e dhëna nga Serbia dhe një nga Italia, nga disa anëtarë të Këshillit të Evropës nga Italia dhe janë hedhur poshtë të gjitha. Pra Serbia kishte paraqitur një 15 amandamente në të cilat si pikë e parë bëhet thirrje që të shtyhej çdo lloj votimi për Kosovën, edhe në pika tjera ku zonja Dora Bakojanis në raportin e saj thoshte se Kosova i ka përmbushur kushet minimale për të anëtarësuar në Këshillin e Evropës. Serbia kishte propozuar që të mos ketë asnjë diskutim derisa thoshte të jetë Këshilli i Sigurimit i OKB-s të vendos për statusin, siç shkruante aty, të Kosovës territorisë. Janë hedhur poshtë, ka pasur diskutim në komitet, por janë hedhur poshtë siç ndodhte edhe herën e kaluar. Njëjtë ka pasur një amandament befasues të Italisë, disa antarëve nga Italia, të cilët kanë kërkuar që pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës të kushtozohet me krijimin e asociacionit të komunave serbe. Pra jo vetëm me dërgimin e statutit në gjykatën kushtetuese, por me krijimin e asociacionit deri në maj, kur ndodh edhe votimi final nga Këshilli i Ministrave, por edhe ai është hedhur poshtë. Pra aktualisht ka një pauzë atje, diskutimi për Kosovën do të nisë Dorela në orën 17, pak para orës 17, do të zgjasë minimumi një orë, por pritet të ketë më shumë, edhe udhëheqësja e delegacionit të Kosovës në Këshillin e Evropës, zonja Saranda Bogojeci, në kryetare e Kuvendit, ka paralajmëruar se diskutimi do të jetë i ashpër. Pra do të ketë diskutim të ashpër të deputetëve, antarëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës që e përkrajnë anëtarësinë e Kosovës dhe serbëve dhe aleatëve të tyre që kategorisht punë.